Taina me mesazh të fortë për gjestit. Kur djersa s'respektohet, dhimbja bëhet revolt. Ndërkohë që institucionet e drejtësisë po vijojnë procedurat ligjore për rastin e reperit Besart Kelmendi, shumë artistë kanë zgjedhur të reagojnë publikisht duke shprehur mbështetjen e tyre për kolegun. Mes tyre është edhe reperja e njohur Taina, e cila përmes një postimi në Instagram ka ndarë një mesazh të fortë, duke u përpjekur të sjellë një këndvështrim tjetër mbi situatën dhe duke theksuar presionin me të cilin përballen shpesh artistët në industrinë muzikore. Artistja ka publikuar një fotografi nga skena ku shihet duke përqafuar gjestin, ndërsa në përshkrim ka ndarë një mesazh emocional për realitetin që sipas saj shpesh mbetet i padukshëm për publikun. Shumë njerëz e gjykojnë reagimin, por pak e din çfarë shtyn një artist deri aty. Kur puna jote, zëri yt dhe djersa jote nuk respektohen, dhimbja bëhet revolt, ka shkruar Taina. Me këtë mesazh, ajo ka lënë të kuptohet se prapaskenat e industrisë muzikore mund të jenë shumë më të vështira nga sa duket për publikun dhe se shumë artistë përballen me probleme të mëdha kur bëhet fjalë për menaxhimin e të drejtave të tyre muzikore. Në fund të reagimit të saj, reperja ka bërë thirrje për më shumë solidaritet mes artistëve në momente të tilla. Artistët meritojnë drejtësi për krijimet e tyre. Në fund të ditës ne përballemi me sfida të ngjashme. Dhe këto janë momentet kur duhet të mbështesim njëri tjetrin, ka përfunduar ajo. Ndërkohë, në ditët e fundit është vënë re se një numër i madh artistësh shqiptar kanë dalë publikisht në mbështetje të gjestit, duke kërkuar edhe liri për të, ndërsa theksojnë se situata e tij lidhet me një problem që sipas tyre ekziston prej kohësh në industrinë muzikore. Në qendër të diskutimeve është vendosur kompania Onima, me të cilën shumë artistë kanë pasur bashkëpunime në të kaluarën. Sipas disa prej tyre, mosmarrveshjet me këtë studio lidhen kryesisht me marrëveshjet për të drejtat muzikore dhe ndarjen e fitimeve nga platforma digjitale. Disa artistë kanë pretenduar se në këto marrëveshje këngëtarët përfitojnë një përqindje shumë të vogël nga të ardhurat e këngëve, ndërsa pjesa më e madhe e fitimit shkon për kompaninë që menaxhon të drejta. Sipas pretendimeve që kanë qarkulluar në rrjetet sociale, në shumicën e rasteve kompanit përfitojnë edhe mbi 70% të ardhurave. Për këtë arsye, shumë figura të skenës muzikore shqiptare e shohin rastin e gjestit jo vetëm si një konflikt personal, por si një problem më të gjerë që lidhet me mënyrën se si menaxhohen të drejtat dhe fitimet e artistëve në industrinë muzikore.